Sot do të nisim një udhëtim të veçantë. Një udhëtim që na çon përmes një projekti që nuk lidh thjesht male e lugina, por edhe njerëz, histori dhe komunitete. Ky është turi Valls della Marina. Malet që bashkojnë lugina. Tingëllon poetike apo jo, por kjo nuk është thjesht një fjali e bukur. Është vetë shpirti, filozofia e një shtegu madhështor, që lindi nga një pyetje vetme, por shumë e fuqishme. Po, si nis një projekt kaq i madh? Çdo udhim i madh nis me një shkëndijë të vetme. Le të kthehemi pas në kohë për të zbuluar se si lindi kjo ëndër për të lidhur luginat e La Marinas. 8 vjet, e dëgjuat mirë, plot 8 vite punë e palodhur. Imagjinoni pak, 8 vite për të lundruar mes një pandemie botërore dhe për të koordinuar jo 1, jo 2, por 11 bashki të ndryshme. Kjo tregon një këmbgulje të jashtëzakonshme për të bërë një vizion realitet. Dhe cili ishte rezultati i gjithë kësaj pune? Shifrat flasin vetë. Një aventurë që shtrihet për 128 kilometra. Dhe ngjitja mbajuni fort mbi 5600 metra ngjitje pozitive. Një sfidë vërtet e projektuar për të shijuar dhe përjetuar plotësisht brenda një jave. Gjithçka nisi siç ndodh shpesh me një moment frymëzimi. Pasi përjetoi magjinë e turit të Mont Blancut në 2001, krijuesi Joan Elias Andres i pa luginat e tij të lindjes me sy krejt të tjerë. Ai kuptoi se ajo magji alpine ekzistonte edhe aty, e fshehur, duke pritur thjesht të zbulohej dhe të lidhej. Pyetja ishte thjesht, pse jo këtu? Por kujdes, ky nuk është thjesht një shteg i vizatuar në hartë. Absolutisht jo. Ai është ndërtuar mbi një filozofi të tërë, mbi një sër parimesh të qarta dhe të palëkundura. Pra cilat ishin rregullat e lojës? Krijuesit vendosën 3 parime të arta, të panegociueshme. Së pari, të ringjallin shtigjet e vjetra, ato që lidhnin fshatrat prej shekujsh. Së dyti, shtegu duhet të kalonte patjetër në zemër të çdo fshati, në sheshin qendror. Dhe së treti, duhet të ishte një vitrinë për thesaret kulturore dhe natyrore gjatë rrugës. Pra, ideja nuk ishte që ky shteg të ishte si një autostradë që i kalon fshatrat pa i prekur. Përkundrazi, ideja ishte ta kthente shtegun në rrugët kryesore të këtyre fshatrave. Alpinistët duhet të hynin në përsheshe, të uleshin në kafenete lokale. Çdo hap i bërë në shteg duhet të ishte një investim direkt në jetën dhe ekonominë e këtyre komuniteteve. Tani, le të ecim pak në këtë shteg, sepse të ecësh këtu është si të shfletosh një libër historie të gjallë. Çdo gur, çdo pemë, çdo pamje ka një histori për të treguar. Imagjinoni të ecni në Musk dhe papritur të kujtoni legjendat e vjetra që gjyshinat ua tregonin fëmijëve, si ajo e Sagjinerit, Gogoli që endej pikërisht në këto peizazhe, me thesin e tij në kërkim të fëmijëve të pabindur. Janë këto histori që japin mister dhe shpirt kësaj toke. Por shtegu nuk flet vetëm me legjenda. Ai është edhe një dëshmitar i heshtur i historive të mëdha, shpesh tragjike. Na çon drejt malit Çavallverdh, vendi ku Moriskut bën rezistencën e tyre të fundit përpara se të dëboheshin mizorisht. Çdo shkëmb atje mban peshën e një historie të thellë e të dhimbshme. Dhe ndonjëherë, historitë më të pabesueshme fshihen aty ku nuk e pret. Shikoni me vëmendje dyert e vjetra të shtëpive. Duken të zakonshme? Mendoni sërish. Druri i tyre është pishë amerikane, e sjell nga porti Mobile, Alabama, një lidhje transatlantike e gëdhendur në arkitekturën e një fshati të vogël, e pabesueshme. Ky shteg na tregon edhe se si njerëzit përballë krizave gjejnë forcën për të përshtatur dhe për të mbijetuar. Në vitin 1885, një epidemi e tmerrshme kolere mori shumë jetë. Dhe cila ishte përgjigja? U ndërtuan lavanderi publike për të përmirësuar higjienën. Sot ato qëndrojnë aty si monumente të qëndrueshmërisë njerëzore. Dhe pastaj vjen një histori që të lë pa fjalë. Rruga kalon pranë kolonisë së fundit aktive të lebrozëve në Evropë. Dhe për të kuptuar frikën, stigmën e asaj kohe, mjafton të dëgjosh një frazë të vetme, të thënë nga një banor i vjetër. Muri u ndërtua që të mos shpëtonte ajri. Një dëshmi rrëqetëse e frikës nga e panjohura. Dhe e gjithë kjo, të gjitha këto histori, këto peizazhe, na sjellin tek pyetja kryesore: cili është qëllimi i vërtetë i këtij projekti, sepse ai shkon shumë më thellë se sa thjesht ecje. Krijosit na bëjnë një pyetje thelbësore. Po sikur ky udhtim të mos ishte destinacioni përfundimtar, po sikur të ishte vetëm fillimi i diçkaje shumë të madhe. Dhe përgjigja është e fuqishme. Ky shteg është një manifest,
Një mënyrë për të luftuar atë që krijuesit e quajnë ankthi i përhershëm, i spekulimit urban. Ideja është e thjeshtë, të na bëjë të dashurohemi me këtë tokë, sepse vetëm ato që duam jemi të gatshëm ta mbrojmë me çdo kusht. Dhe këtu bëhet një dallim thelbësor, jetik. Një zjarr në pyll është një tragjedi, padyshim, por toka e mban mend, ajo ka kujtesën për të shëruar, për të rigjeneruar, kurse betoni është amnezi, ai e fshin kujtesën e tokës, përgjithmonë. Dhe ky është kërcënimi përfundimtar. Pra, ja ku jemi në fund, por në fillim të një pyetje të madhe, a mundet vërtet një shteg ta shpëtojë një peizazh? Duke krijuar një lidhje të thellë, intime midis njerëzve dhe tokës, ky projekt shpreson, madje beson fort se përgjigjja është një po e zëshme, një mendim që na fton jo vetëm të ecim, por edhe të mbrojmë.